Vdekja në Haz, ka pas polemike, patëm një rast të shprehim ngushëllimit dhe familjes, një rast një hazin nga Kosova ndroi jetë. Polemikat, këtu edhe kur të nisësh, thonë shkofshë më suktefsh. Është një farë çfarë thotë, e kaluam ka qenë, të kaluam më shumë. Domthon nuk është obligim fetar mi thonë dikujt na shkofshë më suktefsh. Jo, më absolutisht, po nuk është as si formulim është pak i vrasht. Ai shumë i vrasht. Po, nuk është qartë. Hoz, vdekja në Haz, mos thimi i trupave në vendet e origjinës. Është bekim e vdekjes në Haz? Ku varrosen këta njerëz? Fetarisht është e kërkuar që një kudzes të varrosës, këtë toka është e Zotit. S'ka nevojë të bëhen shpenzime, edhe në Gjermani me vdekjen atje varrosim. Nuk e lidhim punën veç me çështën e Mekës dhe Medinës. Njëri me vdekje edhe kudo qoftë e varrosim atje pa pas nevojë me bë familjar shpenzime të kthimet e tij në vendindje. Përveç nëse ka probleme me varreza muslimane dikon ose ka të lashe, atëherë shikohet mundësi edhe me bar dikon në vendin më të afërt ku mund të përmbushin kërkesat fetare për varrimin e tij. Se për këtë vdekjes në Hax, është një princip fetar vëlla Fidan që thuhet me pas përfundimin e mirë njëri. Përfundimin e mirë në njërin pas. Tash përfundimi i mirë është çdo përfundim që njëri realisht des duke qenë një punë mirë. Apo duke ndihmuar dikujt për shembull duke shku me vizitu prind, apo. Dhe njerëzit kanë marrë disa çështje që veç kuptim masiv ju bën përshtypje, u dek në Hax. Po nëse diku për shembull des, apo tu punu për kafshatën e bukës. Edhe kjo është dekje e mirë, se ka dosh njëri halal Allah, s'ka dosh me shku me vijë, s'ka dosh me keq përdor. Edhe kjo është dekje e mirë, ndoshta më e mirë se aty që ka vdekur në Hax, për shkak se ka dalë për familjet vet për kafshat gojës. Andaj nuk duhet me bë vdekjen në Hax një vule. Ka vdek tash ky vetë në xhenet shkon. Është një shpresë se vdekja me përfundime të tilla është realisht tregues se u ka njëri mirë. Për neve, por gjykimi suprem është tek Allahu manduar. Ne nuk gjykojmë se ky njeri është xhenetli, përfundimisht për askë. As nuk gjykojmë për askën këtë botë është xhenemli. Nuk gjykojmë. Unë simpritoni shkofshë më suktefsh. Jo, ajo shkofshë më suktefsh në formë është e vrasht edhe pse në motiv është e mirë. Në kuptim të asaj që mendon deka atje është më tepër që më thon një qef që ndërrit me dashnin për çapën, se sa që ka të bëjë me diçka fetare që njërin e bën më të privilegjuar vdekja në çapë. Më aq sa unë e kuptoj, nuk është privilegj i shtuar diçka, kjo, por a është përfundim mirë? Po. A është tregues i një përfundimi të mirë që shpresohet në të ardhmen të mirë? Po, padyshim, nuk mund këtë me mua, por a është privilegj i shtuar që mund të na bën me gjyku për të për përfundim të mirë? Jo, nuk guxoj me thon këtë. Sa shti vjen si krejt arab shkojnë në xhenet, se jetojnë në Medinë dhe u kry muhabeti. Atje ka të rifare.